Përshëndetje, unë jam Elida Gjulvari, kryeredaktore e Portalbit. Në emisionin ton të radhës kemi mysafir zotrin Gazim Ostreni, lideri i Unitetit. Zotri Ostreni, mirë se erdhët. Mirë se u gjete. Ju faleminderit për prezencën tuaj sot. Rikujtojmë edhe një herë që emisioni është i drejt për drejt dhe pyetjet e juaja mund t'i shënoni në faqen tonë të Facebookut. Zotri Ostreni, na intereson mendimi juaj si pjesë e një partie si BDI-a, dhe me thënë ju keni qenë gjatë kohë pjesë e kësaj partie që nga formimi, si dhe bashkëpunëtor me dhe njeriu më i besueshëm i zotri Ali Ahmetit. Problemet me qeverisjen VMRO BDI nuk kanë filluar që prej sot, po janë më të hershme. Pse ju vendosët të ndaheni nga kjo parti, nga BDI-a, pikërisht kur filloi të thelloi kriza në vend? Unë kam tentu të ndahem prej Bashkimit Demokratik për Integrim që në vitin 2006, atëherë edhe dorëzova postën e sekretarit të përgjithshëm të Bashkimit Demokratik për Integrim, edhe mendonja që të largohem. Por dalë si shërithë situata, Bashkimi Demokratik kishte nevojë për ndihmë, për të mbajtur kongresin, edhe aktivitete tjera, kështu që ishte e nevojshme që unë të ndihmoj edhe pak, por jo ndonjë obligim të veçantë, edhe pse Bashkimi Demokratik për Integrim insistonin që unë të jem nën kryetar. E tash kur e kuptoni se ka 4-5 nën kryetar, atë vetë tregon ajo se cili jeni në radhë. Po. Mirë, por ju nuk keni folur për këtë në publik me sa e mbaj mend. Kam bisedu, po nuk ka qenë shumë e rëndësishme për shkak se unë edhe ashtu desha të largohem. Situata shkonte duke u shpërbë në një mënyrë aktiviteti i Bashkimit Demokratik për Integrim, rezultatet filluan të binë pas 2008-ës, për shkak se prej 2006 deri në 2008 Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ishte në pushtet, edhe ashtu si shkonte situata, u afru shpallja e përgjimeve, edhe do zhvillime të brendshme që ishin, më detyruan që unë hapur të largohem prej Bashkimit Demokratik për Integrim, edhe me që kam pas obligime dhe kam obligime ndaj asaj që ndodhi në vitin 2001, më duheshte të ndërmarr veprim. Për shkak se problemi i angazhimit edhe i realizimit të detyrave të marrëveshjes të Ohrit gjithmonë shkonte duke stagnu. Unë nuk isha në pozicion që unë të ngreja iniciativën për të realizuar detyrat, njëkohësisht edhe në fund filluan bombat e Zajevit, erdhi marrëveshja e Përzhinës, u zhvendos demokracia parlamentare nga parlamenti në një fshat ose rrugë të Përzhinës, me të cilën unë nuk mund të pajtohesha. Njëkohësisht edhe nuk mund të pajtohesha me propozimin që Luani të jetë stem e Republikës të Maqedonisë. Mirë, po keni folur ju për këto gjëra në parti? Si është demokracia të themi brenda në parti? Si ju kur thoshi që nuk është kjo mirë, si pranohej? Kishi mbledhje apo lideri thonte jo nuk shkon edhe? Unë kam qenë në situatë si sekretari përgjithshëm, normalisht kam pas mundësi të bisedoj drejt për drejt me kryetarin, po njëkohësisht edhe si nën kryetar edhe si shok i afërt, po ashtu kam pas. Edhe nuk e kam pa të arsyeshme rregullisht në kryesi të flasë kundër kryetarit. Po normalisht kam bisedu në 4 sy, ajo që mund të bëhet është bë, ajo që s'ka mund s'është bë, po kjo në fund normalisht shpërtheu edhe në kryesi, edhe pas asaj mbledhje unë nuk kam shku në mbledhje të Bashkimit Demokratik për Integrim. A mendoni se kjo periudhë e krizë, do me thëtë kur u shkëputet gjithë kjo krizë, a mendoni se mund të përdoret një mënyrë më të mirë nga ju për ta përfituar besimin e elektoratit shqiptar?
Po, edhe tash unë tregoj me këtë që nuk jem kandidat për deputet, nuk jem kandidat për funksionet të cilat gjithen. Unë verifikoj atë që e kam thënë se qëllimi jem ka qenë të vazhdojmë atë ku e kemi lanë. Të vazhdojmë për realizimin e qëllimeve të luftës të vitit 2001, për shkak se deri në 2006 në një mënyrë vazhdojti ajo. Edhe rezultati asaj ishte edhe problemi që socialdemokratët i humbën votat. Për shkak se marrëveshjen e Ohrit edhe ndryshimin e kushtetutës e bën ata me koalicionin e zgjeruar ose të gjerë. Po me që ishin socialdemokratët në pushtet, normalisht ata ishin përgjegjës që të zhvillohen, të bëhen ndryshimet, i bën ndryshimet e mundshme, si erdhën zgjedhjet 2006, aty përsëri BDI-ja fitoi, unë i kam udhëhequr edhe zgjedhjet e 2002-shit edhe të 2006-s. Erdhë në pushtet vëmëroja në sajt të kritikës që i bonte socialdemokratëve për demokratizimin e Republikës të Maqedonisë, gjë që e bën edhe ta. Kur flasin socialdemokratët për gjuhën ata... Tash janë më të egër, realisht... Ashtu janë... Tani nuk duhet ju ndërpres, mirë po të ndërlidhemi. Tani shohim që përdorin një fushat shumë të egër ndaj shqiptarëve, do me thënë, duke i friksuar elektoratin Maqedonas, se nëse ka dygjusi apo federalizim, do të ketë luftë. Pse edhe pas shumë viteve kjo gjuhë urrejtje ndaj vlerave shqiptare përdoret dhe si e shihni ju këtë nga... Për mu është e njohur kjo që 91-shin, nuk është prej tash. Lufta që po zhvillohet shkon në atë drejtim që të dy palët, edhe Vëmëroja edhe socialdemokratët, po edhe partitë tjera maqedonase më përpara, duke u shprehur në mënyrë më vulgare kundër jetës të shqiptarëve edhe shqiptarëve në përgjithësi, me parolla umret e shqiptari vdekur ose porta shqiptare e doba shqiptari nadvor edhe kështu me radhë, por ka diçka karakteristike në këtë punë, përderisa Vëmëroja bërtiste vetëm kundër shqiptarëve, në anën tjetër flas për 91-shit, socialdemokratët i vritnin shqiptarët. Keni rastin e Ladorishtit, rastin e Bitpazarit, rastin e Gostivarit që është shumë tragjik. Edhe vazhdon të kjo kush ishte më i fuqishëm kundër shqiptarëve, gjithmonë ai fitonte edhe votbesimin e maqedonasve. Po si mund të luftohet kjo? A keni strategji ju për shembull si unitete? Si mund ta hekim këtë gjuhë, këtë mënyrë të shprehjes të fitimit të votave? Ata, unë mendoj se pala socialdemokrate po jep tjera sinjale, edhe do të desha të them se përpa me bën ndryshime të brendshme ata vetë partia, nëse nuk pëson ndryshime në këtë drejtim, nuk do të mundet t'i bën edhe ndryshimet për të cilat ajo flet. Tash, për shembull, në qoftë se socialdemokratët angazhohen plotësisht për futjen në përdorim të plot të gjuhës shqipe në Republikën e Maqedonisë, ajo nuk do të thotë kantonizim, nuk do të thotë as ndarje e Maqedonisë, nuk do të thotë as send. Por Vëmëroja i tremb, krijon pasiguri të votuesit, për shkak se masa e gjanë popullore nuk është në gjendje gjithmonë ta kupton atë se çka ndodh dhe çka do të ndodh. Përpara edhe tash është në fuqi ajo mënyrë të menduarit se njeriu për njeriu është ujk, ose siç thon homo homini lupus est. Por ka teori tash të fundit amerikane të cilat e definojnë më mirë pak këtë punë, edhe thonë se për njeriu e bën ujk qeveria e keqe. Ajo qeveri e cila bën ndasi brenda shtetit të vet, de facto prodhon edhe urrëtitjen të grupet etnike, edhe si pasojë asaj normalisht është që të paraqiten edhe përplasjet mes grupeve etnike. Po. Ne mendojmë se duhet... Ka mekanizma ligjor apo si e shihni ju këtë ta hiqet kjo pjesë e urrëtitjes? Pjesa e urrëtitjes është
shumë e ndihshme. Këshilli i Evropës ka përpilu, ka botu një libër të bardhë, në të cilën e trajton dialogun ndërkulturor. Maqedonia zë një sipërfaqe ndërmjet shteteve që janë të njohura, fqinje, Bullgarisë, Greqisë, Shqipërisë, Serbisë, Kosovës, edhe përbërja shumë etnike nuk është rezultat i veprimit të njerëzve, por është rezultat i veprimit të gjithë shoqërive gjatë historisë. Kështu që neve na nevojitet të zhvillohet ai dialog ndërkulturor edhe të bëhet e mundur që ta njohim njëri tjetrin. Mirë, për në këta kushte në cilat ne jetojmë, pa me njoh gjuhën, është e pamundur të njihet kultura e një populli. Dhe jemi në disproporcion. Shqiptarët edukohen brenda sistemit edukues, arsimor, marrin njohuri të drejt për drejta për maqedonasit edhe për të tjerët, ndërsa maqedonasit fëmijët e vet i edukojnë në kronikat e zeza të rrugës. I edukojnë në fusha sportive ku ala thërritet umret e shqiptari e ku dion çka, ndërsa vetë pushteti nuk merr asnjë mas për parandalimin ose ndëshkimin e atyre që ju do t'i ndëshkoni tash. Edhe pse aty ku ata bërtasin ka kamera, ka aparate, e dihet se kush është. Por në anën tjetër, edhe partitë shqiptare në pushtet ose në opozitë nuk kanë ngrit procedurë për të kërkuar dorëheqjen e udhëheqësve të organeve përgjegjës për këtë punë. Siç nuk kanë kërkuar përgjegjësi për djegjen e dyqaneve, rrahjen e fëmijëve edhe të tjerë. Ka njerëz që marrin rroga për ta mbajtur qetësinë. Po, këtu funksionon policia. Kur flitni partitë shqiptare, mendoni BDI-ja edhe tjerat, sepse me thënë këto gjëra kanë ndodhur edhe ju kur ishi pjesë e kësaj partie. A i keni diskutuar si ta menaxhoni? Unë pjesë e kësaj partie për problemet kanë qenë deri në 2006, atëherë isha edhe në funksion. Isha deputet, por nuk kishte kësi rastish. Masovike si qenë tash edhe si ishin pas 2008-ës kur rini vëmëroja filloi në mënyrë të hapur të trajton keq shqiptarët, ndërsa këto që flasim ne për bit pazarin, ato janë raste më të vjetra, nuk thonë mund se është lehtë kjo punë të ndërmerret, po brenda parlamentit, brenda qeverisë ajo është e mundshme të kërkohet dorëheqja e njerëzve të cilët nuk duan ta zgjidhin problemin, ose nuk janë të aftë dhe s'duhet të jenë aty. Kemi një pyetje nga një shikues sot, nëse fitojnë vëmëroja dhe BDI-ja, ka mundësi që të kemi luftë, domethënë ose destabilizim. Por unë mendoj se në qoftë se fitojnë socialdemokratët, më tepër do të kemi destabilizim se sa në qoftë se fiton. Mendoni se këto dy partitë nuk do të jenë të qeta nëse i humbin? Gjithnjë mund të vlerësohet se prej tash ka përplasje, prej këti protestave shumë gjyrshe, çfarë ishin ato të gjitha, ajo është një mobilizim i forcave të shoqatave jo qeveritare, të qytetarëve dhe të tjerët, edhe çka është me rëndësi këtu në Republikën e Maqedonisë, se pushteti, qeveria nuk u përgjigjet protestave me negociata, me bisedime, me shqyrtim të kërkesave të tyre, por në anën tjetër me njerë organizon kundër protesta. Ajo de facto mobilizon forcat tjera. Edhe nuk është çudi që ato forca mundën edhe të përplasen. Po si mund ta menaxhojmë këtë? Çfarë mendoni ju? Unë mendoj se duhet popullit të nuk them të vetëdijsohet, se unë jam një njeriu, nuk mund t'i them gjithë popullit shqiptar të vetëdijsohet. Megjithatë ju si parti mund të jepni një apel. Po ne mendojmë se është mirë në këtë situatë me gjithë këto sende që kanë ndodhur, duke filluar prej flakja e deputetëve jashtë parlamentit me përdorimin e forcës, atë duhet pasur parasysh se një deputet blen 8.000 vota.
8.000 qytetarë me një njeri ai hedh jashtë nga parlamenti. Pastaj ndodhi të tjera burgosjet, vrasjet që janë bë, problemet që i paraqiten për mitën edhe për korrupsionin, mos flasim gjë e cila tregon se është në gjendje jashtëzakonisht të keqe, edhe këto janë kriju njerëz shumë të pasur, edhe njerëz shumë të varfër. Shifini tash juve për shembull se si e bëjmë kampanjën neve, edhe si e bën kampanjën. Nga financohet partia juaj edhe vis-a-vis Aleanca për shqiptarët? Ne si unitet nuk kemi asfar financimi. Ne kishim në plan. Sa antarë? Do me thënë, sa është rritur partia juaj? Është rritur, ka mjaft e shifni tash të bimet se si i bëjmë. Janë zhvilluar degët që më parë, i bëshim pregaditje për këtë punë. Edhe mendojshim se do të shkojmë, ashtu edhe si shkojmë, ne derë në derë bisedojmë deputetët, kandidatët për deputet shkojnë derë në derë, pyesin, i lusin që ti mbështesin me votën e tyre qytetarët. Nuk mendojshim se do mbajmë mitingje, po do të mbajmë takime në për sala, ashtu edhe jemi duke bërë. Mjetët e informimit na kanë përjashtu fare, mund të them. Ne nuk kemi mundësi të bëjmë programe të paguara, edhe jemi në këtë gjendje që jemi. Por shpresojmë se qytetarët këtë punë e kuptojnë, se kemi qëndrimin tonë që mos edhe qofse na ofron dikush mos marrim mjete financiare, për shkak se ajo ashtu fillon problemi i korrupsionit edhe i mitës. Po Aleanca për shqiptarët, sepse megjithatë ata kanë material propagandues. Nuk e di, ne jemi pjesë. Neve faktikisht shkojmë së bashku, edhe atë që mund ta organizojmë e organizojmë. Nuk ka mjete financiare jo të mjaftueshme, po nuk ka fillestare, mund të them. Në rregull, kemi një pyetje nga një shikues, thotë pse nuk e keni zgjidhur statusin e UÇK-s, derisa ishi ju pjesë? Unë atëre, kur isha pjesë, përgatitëm ligj për të njëjtën gjë për cilën pyet personi. Unë ula shkruajta spjegimin pse duhet të kemi ligj. Edhe ishte i organizuar një takim për shkak se ajo është takim liderësh. Unë nuk isha lider i Bashkimit Demokratik për Integrim, u takum me Aliu me Gruevskin, ishim unë edhe Teuta Plus edhe dikush tjetër, edhe ai kishte 2-3 veta, aty kishte përfaqësues të Evropës edhe të Amerikës. Edhe unë e spjegova arsyeën. Gruevski e kërkoi. Unë e kisha përgatitur edhe në gjuhën maqedonase, ja dash shqip edhe maqedonisht e kisha. Njëkohësisht u dha pauzë në atë kohë, amerikanë dhe evropiani po ashtu i kërkuan materialet. U dash, pas një kohë mora vesh se kanë thënë edhe ata se unë nuk i kam dëgjuar ata. Unë them çka dëgjova unë prej kolegëve të mi, se janë përcaktuar për zgjidhjen sociale të problemit. Pra, ata kush është invalid, të mund të punësohet si invalid ose diçka të ngjashme me këtë, e jo për shkaqe të pjesëmarrjes të mund të ketë kompensim. Normalisht ato do të ishin kompensime për njerëzit të cilët janë invalid të luftës ose familjet e dëshmorëve, kuptohet? Por deri këtu unë kam bri mande çka u bë, nuk kam qenë në rrjedhë. Megjithatë, ju thoni e përsërisni që nuk jeni në rrjedhë, mirë po nuk kemi pas se keni dalur deri në momentin kur ju dolet publikisht. Prandaj edhe me gjas lexuesit kërkojmë përgjigje. Keni vazhduar të jeni të heshtur një farë mënyre në këtë parti? Po, shefe, unë kam 75 vjet. Edhe unë mendonja aty ka 2006 të largohem. 2006 unë largova, u kriju edhe ajo tampon zona kur fitoj PDSH-ja fitoj, PDSH-ja hyni me atë, edhe unë gadal gjithmonë më vinja duke u largu, kështu që nuk kam qenë i kyçur në rrjetat. Në rregull, këtë e dim, po pse heshtja? Po çka do të bëj? Po të dilni si këtë radhë, të flitni për shembull, ja kur erdh koha dola.
Në rregull. A do të më besonte mu pa bombat e Zajevit, pa ndodhit, pa kretë këtë që ndodhi, kush do të më besonte muve në krahasim me gjithë BDI-n se unë larguam për aty pse nuk pajtohem. Duhet me vlerësu edhe momentin kur duhet të bëni diçka. Mendoni se bombat, materialet e përgjuara e kanë dobësuar BDI-n? Unë mendoj se shifeni, bombat kanë një mbështetje shumë të madhe. Cila është ajo? Me vetë aktin që puna e parlamentit u ndal edhe vazhdoi të veprojnë 4 persona në Përgjino, ajo tregon se ka vdek demokracia parlamentare në Republikën e Maqedonisë. Në rregull, por e kam fjalën për BDI-n, si parti më e madhe shqiptare që ka. Po e njëjta është kjo, ato qytetarët këtë punë e shohin. Është jo e damshme, po është mirë që po hapen këto çështje e të mbarojnë. Ju e keni në Itali, Berlusconin, e keni kryeministrin kroat, e keni do njerëz tjerë të cilët i janë zgjidhur këta probleme këtu po vazhdojnë. Janë burgosur në fakt në Maqedoninë dhe edhe këtu po ne shkojmë shumë më ngadalë, se po të kishim qenë të kulturuar në nivelin e aty dhe ne do ta kishim bërë ndoshta edhe më para. Mendoni se a jeni edhe ju të përgjuar? Unë jam sigurisht i përgjuar prej shumë herët. Edhe çfarë keni bën lidhje me këtë? Mos kam çka bëj. Po duhet të shkoni në prokurorinë speciale, pasi që edhe sot kishte një lajm që njerëzit me të madhe paraqesin rastet e tyre. Mendoni se nuk besoni në punën e... Jo, nuk besoj. Edhe më shtes punën e prokurorisë, mendoni, po. Speciale, në krye me Katica Janeva. Çfarë levetie do kem se i shoh përgjimet? Nuk o kërkoni përgjegjësi nga ata që e kanë kryer tash. Që ne jemi të kërku, prokuroria po kërkon përgjegjësi shumë më të mëdha se sa një përgjigjem timin. Megjithatë ju jeni pjesë e përgjigjes. Po, unë jam. Nëse nuk do besonte askush, atëherë megjithatë do ta rëndonim punën e prokurorisë në vend që t'i ndihmonim. Ja, nuk rëndohet, shifeni në çfarë gjendje kemi ardhur. Ata njerëz të cilët po ndiqen ose mendohet se kanë vjedhë votat, kanë bërë dam në zgjedhjet e kaluara, ta janë të gjithë në gara në vende udhëheqëse të listave. Ju jeni të bindur se përgjimin e ka kryer shteti, shërbimet sekrete, apo? Jo, unë besoj kësaj që e ndigjoj, edhe asaj që thot prokuroria speciale. Atë tjetrën normalisht unë nuk e kam atë të drejtë të gjykoj edhe. Në rregull, disa thonë që ju jeni në bordin e Telekomit dhe punoni aty. Sa është saktë? Jo, nuk punoj unë aty, jem antar i komitetit tash, edhe jo prej tash, jem prej më para. Edhe normal paguani për këtë apo? Po sigurisht, atë paguhet çdo këshilltar që është në komunë. Që është Jo, pse jo? Në rregull. Kur të rikthemi te UÇK-ja, sepse domethënë statusi ka mbetur siç është, a mendoni se ish luftarët e UÇK-s e forcojnë BDI-n dhe apo e dobësojnë atë? A është mirë që të ketë? Unë pasi mbaroi lufta, një muaj para se të regjistrohet Bashkimi Demokratik për Integrim, në bashkëpunim me disa shokë, e kemi regjistruar shoqatën e veteranëve të luftës të ushtrisë qeveritare kombëtare, edhe ata e ndjekin punën e vetë. Po pjesëmarrja këtu domethënë në një parti e dobësojnë apo nuk e dobësojnë atë? Të gjithë janë antarë, në statutet ashtu trajtohen, njerëzit janë antarë të barabartë aty, kurse në shoqatën e veteranëve të luftës, atje janë përsëri të pavarur, janë vetë atje, edhe ata si shoqatë duhet t'i kërkojnë të drejtat e veta, t'i paraqiten si shoqata tjera, jo qeveritare, po njëkohësisht mundin të ndërtojnë edhe qëndrime për të mbështetur ndonjërin nga partitë në këto raste kur ka zgjedhje. Sa prej tyre janë të uniteti ish ushtarët? Nuk e di. Për afërsisht? Nuk e di, jo, s'ka, ato janë 5.000 njerëz, nuk janë pak, po ato kanë familjet e veta. Po jo, antarë, them në unitet. Ka antarë, po unë nuk mund të flas për numrin, për shkak se nuk i kemi cilësuar si të atill brenda strukturave tona. Në rregull. Flasim për antar partie, jo për pjesëtar të ushtrisë qeveritare kombëtare, dhe ne nuk pretendojmë t'ja marrim primatin Bashkimit Demokratik për Integrim se kush i përfaqëson UÇK-n dhe çka bën. Ne jemi parti politike,
merremi me problemet të ndërtimit të politikave në Republikën e Maqedonisë, dëshirojmë të jemi të mbrim deri te vendimarrja, deri te ajo që mundemi ne të ndikojmë, pa u marrë në retrospektiv me problemet, me problemet, po jo me njerëzit, jo me shoqatat jo qeveritare dhe kështu me radhë. Çfarë mendoni për Ali Ahmetin, si politikan edhe si person, pasi që e njihni shumë më herët se të vjen politik, keni qenë në dy lufta së bashku, në mos më shumë? Unë mendoj se nuk duhet unë ta vlerësim të atillë. Për politik bërjen atëherë, nëse jo si person. Shqiptarët tonë mos e shif gunën, po shifja punën. Më duket se e merrni përgjigjen me këtë. Vazhdojmë atëherë me pyetjet e radhës. Ju tha që përmendët marrëveshjen Kornisë të Ohrit dhe tha që nuk është realizuar në plotësisht, apo mund ta tregoni se çfarë saktësisht mendoni për marrëveshjen e Ohrit? A ka dështuar, a duhet një marrëveshje e re? Shiheni, marrëveshja e Ohrit tash nuk duhet të përmendet a është realizuar kushtetuta ose jo. Marrëveshja e Ohrit është marrëveshje për ndryshimin e kustetutës. Ato u morën vesh, e krijuan qeverinë e zgjeruar edhe e ndryshon kustetutën me amandamente të nxjerra nga marrëveshja e Ohrit. Tash këto janë problemet, a është realizuar kushtetuta apo se nuk është realizuar kushtetuta, se të marrim vetëm për shembull pjesëmarrjen e drejtë dhe adekuate në pushtet. Duke fillu prej ke kryetari i shtetit, kryetari i parlamentit, kryeministri, të tre janë Maqedonas. Do me thënë nuk ka pjesëmarrje adekuate të shqiptarëve. Do të shkojmë tash në ushtri. E njëjta gjë është. Unë me numra nuk mund të flas për shkak se numrat në ushtri edhe janë të mbrojtura. Në polici po ashtu, e dini rastet se si ishin. Tazam deri te ministresha thonte do të pranojmë 100 veta, 100 policë, edhe për aty në 100 policëve nuk pranonte 25 policë shqiptar. Arsyeja ishte se ata na qenë kanë të pa aftë. Por unë do të kisha thënë ndryshe. Kur e nxjerr sistematizimin e vendeve të punës për ta plotësuar, kur nxjerr 100 veta, ajo duhet 25 vende të rregullon në formacion të cilat do të mbushen me shqiptar. Edhe ato nuk do të guxon të mbush me tjerë. Po kjo vlen edhe për romët, kjo vlen edhe për turqit, kjo vlen edhe për të gjithë tjerët, edhe për serbët. Të mbetet të vakant, të mbeten derisa të gjejmë shqiptar. Ata imponon kushtetuta, jo. Mirë për këta nuk e bëjnë ashtu, thatë nuk ka shqiptar të aftë edhe i mbushin me të tjerë, i mbushin me Maqedonat, zakonisht, gjë që nuk është në rregull. Në para e dyta, u kriju me vendim të qeverisë, është kriju sekretariati për implementimin e marrëveshjes të Ohrit. Me atë është kriju një kthinë ku të gjithë problemet e punësimeve, e pjesëmarrjes së drejtë edhe realizimit të marrëveshjes futen aty edhe nuk gjejnë zgjidhje. E keni pa të gjithë ju edhe ata që na ndjekin në emision se sekretariati nuk është në gjendje të bëjë një raport se çka ka punu. Arsyeja është se është qëllimisht i kriju që aty të paraqiten njerëzit të cilët konkurrojnë, edhe pastaj Ministria e Financave nuk i jep ose i jep pare. Kur i jep Ministria pare, atëherë këta nuk qelin vende pune ku t'i çojnë dhe tash kanë kriju një armatë për 1.000, 2.000, 3.000, nuk e di askush se sa jenë ata. Realisht jo. Edhe ajo tash kthehet si bumerang edhe në kundërshtim me partitë tjera për shkak se nëpërmjet atyre njerëzve bëhet korruptimi i qytetarëve për vota. Përdoren si makineri votuese. Jo, do të shojë prej Dibrit, do të shojë në Prilep nëse nuk votojsh për BD. Ju kur ishi pjesë e kësaj partie keni qenë dëshmitar i kësaj? Jo, unë kam qenë propozues si zgjedhjes të kësaj, edhe kam kërkuar që të gjithë partitë dëshirojnë të kenë ndikim. Në atë kohë ishte propozimi që partia të mos thotë cilin ta marrin, për shkak se është kompetenca e agjencionit për punësim. Ai duhet të bëjë një test, një provim me ata dhe më të mirët të zgjedh. Nëse ju i thoni cilin ta marrin, atëherë agjencioni s'ka çka të punon.
vetëm pyet me telefon dikë që i thot aty personit a kush të dërgoj ti, që të mundet pastaj edhe t'i bën leverdia, ti personit kalon edhe pa provim ti në punë. Nuk është e drejtë, por do t'ishte mirë, për shembull, hajde mbasi ashtu veprojnë, do të thoshte të cilët janë të kësaj partie, nëse kanë konkurru 200, edhe 200 tjerë, për këtyne 200 zgjidhen bare më të mirët. Po këtu tash as ata 200 nuk zgjidhen më të mirët. Po me telefon flitet për cilin duhet ta pranojnë. Dhe nuk ka kvalitet. Po, nuk ka edhe ajo. Si do ta kishi bëju më mirë? Më mirë është e bëme me ligjin. Ai që i konkuron do të konkuron lirshëm, do të shkon në agencion, pastaj do të jep provim prej 50 vetave cili është më i mirë, do të shkon në punë. Me thënë nëse jeni në pushtet, ju do të implementoni ligjin. Kjo do ishte ajo qasja ndryshe për implementimin e marrëveshjes. Po, jo veç për marrëveshjen. Neve dëshirojmë edhe do të angazhohemi që politika t'i heq kthetrat nga pushteti. Atë do të bëjnë njerëzit që janë të punësu, ministrat, aventministrat, drejtorët, ata që kanë ligjin dhe kushtetutën në zbatim. Nuk është e mundur që ju t'jeni ministër edhe kryetari i partisë t'u tregon çka të bëni. Ajo është e thënë me çka të bëni në ligjet në bazë të cilave ju e bëni punën. Kur del kjo tash jashtë kornizave të pushtetit, kalon në anarki. I thënë të gjitha rregullat. Edhe atëherë nuk mund të jetë mirë. Në rregull, gjithkas, do të thënë kemi pas se ka diskriminim të shqiptarëve edhe diskriminim sistematik. Si do ta luftoni këtë diskriminim? Përpos sepse ju thoni që do të implementojmë ligjet, megjithatë mendoj se duhet një fuqi pak më e madhe për të arritur një barabartësi, jo diskriminim. A keni ndonjë hap konkret apo? Ja, mirë drejtoni pyetjen. Maqedonia është në vorbull. Nëse në një shtet funksionon kriminaliteti organizuar siç funksionon këtu, atëherë është shumë e vështirë që këta çështje të shkojnë secila në vend vet. Mirë po prandaj edhe vetë këta që nuk duan ta kenë, po e kanë, prokurorin speciale, do duhet ta mbështesim të gjithë, të kryejnë punët, ata që i kanë shkel ligjet, që janë ngritur mbi kushtetutën edhe ligjet, duhet të përgjigjen për atë punë. Kur të lirohet prej kthetrave, atëherë do të mundsohet njerëzve të rinj që do të vinë të udhëheqin të punojnë në bazë të ligjeve ekzistuese edhe në bazë të kushtetutës. Nuk duhet t'i tregon kryetari i partisë dikujt çka të bën, ose prej kabinetit i thot ministrit ta derdh një objekt, merr pak ose merr shumë mito, ajo është shumë gabim, sidomos kur në këtë punë përzihen kryetarët e partive. Kryetari i partisë kur zgjidhet, kur fiton ajo parti, ai duhet të shkon zavendës kryeministër ose zavendës kryeministër edhe të vepron në bazë të ligjeve ekzistuese atje në vend. Edhe me atë përmirësohen punët. A nëse fiton një parti, edhe kryetari nuk shkon zavendës kryeministër, që të fillon të punon jo me statutin dhe me autoritetin, ashtu ta them, privat, jo kompetent për shtetin, atëherë prej jashtë fillon të bën ndikime dhe ato ndikime bëhen jashtë ligjeve, me atë shteti kalon në anarki. Në anarki. Të vazhdoj me pyetjet e lexuesve. Nëse partia më e madhe fituese prej palës Maqedonas arrin të merr 45 deputet dhe nëse tek shqiptarët arrin të kur fitore BDI me 10 deputet, vetëm pak se pyetja është pak më e gjatë. Nuk mund ta shoh tani. Mirë, besoj që gazetari jonë do të na siguroj në formë më të zgjeruar. Po. Nëse partia Maqedonase merr 45 deputet, shqiptarët BDI-ja 10 deputet, nëse Aleanca merr 6 deputet, atëherë nëse u jepet oferta për formim të qeverisë, a do pranoni të jeni me BDI dhe VMRO, veç një moment, të jeni pjesë e qeverisë? Kjo është pyetja. Parimisht ne e dim se VMRO-ja nuk i pranon kushtet tona, prandaj edhe thome që me VMRO-n edhe me BDI-n nuk shkojmë në koalicion. Por, mendim personal, patjetër. Neve me çdo parti që do të kishim hyrë në koalicion më përpara, do të kishim kërkuar që të nënshkrohet marrëveshje për kërkesat tona. Edhe marrëveshja të jetë transparente, ta dinë të gjithë qytetarët,
Edhe do të kërkonim që të fillon në fillim zbatimi i asaj marrëveshje për të cilën ne kemi nënshkruar. Përndryshe nuk hym në qeveri. Po nëse gjiteni para VMRO-s, do të thënë para partnerit, cilat janë 3 kërkesat apo pa marr parasysh edhe LSM-s, cilat janë 3 kërkesat kryesore të cilat do t'i paraqitni para partnerit maqedonës? Ne kërkesat i kemi të shkruara. Në radhë të parë duhet është përdorimi i barabartë i gjuhës zyrtare i gjuhës shqipe në tërë Republikën e Maqedonisë. Ne kemi bërë një fletush për qytetarët. Pra kërkojmë barazinë e plot mes 2 bashkësive etnike më të mëdha në vend, por normalisht kur fitojnë shqiptarët, fitojnë edhe turqit, fillojnë edhe të tjerët. Zyrtarizimin e gjuhës shqipe në nivel të shtetit, marrëveshjen. Kur jemi te barabartësia, çfarë saktë nuk kuptoni? Barabartësia është një fjalë shumë e gjermë, ekonomike. Edhe si do të implementoni? Mirë e bëni pyetjen. Unë flas si profesionalist. Jam i shkencave politike, prandaj fjala barazi do të thotë barazi në bazë dhe në superstrukturë. Baza është ekonomia. Fjala barazi, kur thotë në përgjithësi, është për të gjitha sendet, nuk është ajo vetëm për një lëmi. Edhe në qoftë se normalisht barazia në ekonomi nënkupton të drejtën në jetë. E drejta në jetë nënkupton të drejtën në punë. E drejta në punë nënkupton të ardhurna. E kështu shkon ajo shkallë deri në fund. Edhe në qoftë se ne nuk e kërkojmë të drejtën në ekonomi, po e kërkojmë të drejtën në arsim, të drejtën të hyjmë në administratë, të drejtën në polici, të drejtën në ushtri, ajo është sikur ju të bëni një urë pa kamza, të pambështetur poshtë, edhe ajo shumë shpejt bie. Prandaj normalisht që është numër 1 ekonomia, por në ekonomi këto neve kemi shumë shqiptarë të papunësuar. Prandaj edhe kërkojshim atëherë në 2001 me kushtetutë të rregullohet problemi i pjesëmarrjes në administratë. Për shkak se ka një numër shumë të madh njerëzish që marrin rroga nga administrata. Ka një numër shumë të madh njerëzish që marrin rroga nga policia. Ka një numër shumë të madh njerëzish që marrin rroga nga ushtria. Edhe pse ushtria dhe policia nuk janë, ne nuk i trajtojmë si punësim. Ajo është një veprim i shumëfishtë. Për shembull, pjesëmarrja në ushtri, preke ushtari deri te generali, ne e shohim si pjesëmarrje në të drejtën për shfrytëzimin e armatimit të shtetit. Ju jeni re në mend, në Jugosllavi nuk kishte viktima aq sa u bën mbrapa, përderisa nuk u pastru ushtria e Jugosllavisë nga të gjithë tjerët, ngelën vetëm serbët. Edhe atyre filluan të bëhen kiametet. Lufta. Jo vetëm lufta, vrasja civilëve, se tjetë lufta mirë, lufta bëhet ushtar me ushtar, njeri armatosur me armatosur. Po nëse ato ma fillojnë vrasjen e civilët, ajo nuk është luftë. Mirë, megjithatë të kthehemi te 3 kërkesat. Përpos barazisë. Jo, nuk janë 3 kërkesa, ne këtu kemi shkruar më tepër. Po, realisht unë them 3 kërkesa që ju e dini si është të keni përballë negociata, të keni përballë partnerin Maqedonas. Gjërat më kryesore duhet t'i kërkoni me ngulm. Të tjerat megjithatë duhet të hiqni dorë nga diçka sepse është janë bisedime. Ju keni përvojë me këtë, si do ta menaxhoni? Ku mendoni se do ketë më shumë rezistencë? Po ne kemi problem që ashtu siç u thash, kërkojmë barazinë e plotë, ajo do të thotë edhe infrastruktura. Dilni në Maqedoninë Perëndimore, lindore, shihni si janë rrugët, si janë fshatrat, si janë të rregulluara, dilni në Maqedoninë Perëndimore, po ashtu mund të shihni se sa ata janë të shkatruara. Sa kemi njerëz të papunë, sa ka njerëz që marrin ndihma sociale. Vetëm prej Gostivari, sa vende ku paguhet rruga, Patarina, çka i thon këto, deri te aeroporti ka, edhe nalt për Kumanov. Në anën tjetër sa keni. Në me thënë, të gjitha punët janë vunë në shpinë të shqiptarve, dhe ajo nuk është vështirë të bisedohet, duhet të kërkohet një ekuilibër. E tash aty format dihen, forma e parë është forma demokratike që ndodh brenda parlamentit. Po në qoftë se ka nevojë, atëherë ka edhe forma tjera të reagimeve. Jenë shumë të qarta, për shembull, por nati keni ju këta revolucioni me shumë gjyra, e ku diun çka, demonstrimi, protestat e qytetarëve, kërkesat.
ka mënyra Domethënë, e kam ju- fjalën të cilat janë ligjërisht të lejuara, Të. por nuk i ka përdorur shqiptarët deri tani, edhe është karakteristike e shqiptarëve. Nuk kanë kondicion shqiptarët të rrinë 1 muaj 30 ditë të dalin në, E po në atëherë? protesta, po do të edukohen, do të kërkojnë vetë, ata kanë nevojë për atë punë. Ju mbeteni në qëndrimin se edhe zotëri Sela kur ishte në këtë Po? studio tha që nëse nuk pranohen kërkesat tona do të ketë trazira. Ju e keni menduar këtë si Nuk protesta? është trazirë për mua, ajo është proteste lejume me ligj. Protesta. Trazira është tjetër fjalë. Është një nivel Po, pak, unë nuk mund të megjithatë as, është unë A jam keni folur këtë me zotëri Sela? Domethënë në koalicion tani. Pa, E keni një strategji të qartë se si po do nuk të veproni? Jo, nuk ka nevojë me paragjiku pa me ardh koha. Mirë, po ju duhet të jeni të përgatitur me Jo, gjithatë. është keq me pas elaborat për trazira, ashtu si thatë juve, para se të vijë koha, ne nuk dim se ka nevojë, ala, të shohim, mbarojnë zgjedhjet. Kur të vijmë aty, atëherë do t'i shohim punët. Nuk ka nevojë për tash me bën një elaborat se si do të bëjmë trazira ose si do të protestojmë. Nuk është e nevojshme, nuk është mirë. Unë mendoj se është mirë, ne tash populli do të sqarohet me datën 11 pas nesër, do të shohim rezultatet edhe do të hecim. Një pyetje nga lexues sot pse nuk ka keni kandidat në zonën numër 3, mirë po nuk e vizitoni fshatin Jabollçisht. Ku zona nëmër 3? Po ne s'kemi të zonën 1, 2, 4... Fakt nuk keni kandidat, po Jo, po nuk kemi. Edhe pse nuk e vizitoni këtë zonë? Nuk e kanë shtinë plan shtabet, dhe të bëjnë plan për atë punë, në kanë të drejtë ata, po unë mendoj se nuk do të me i vizitu vendet vetëm kur është fushata, do të parojnë këta punë, të shohim se si janë, pas asaj sigurisht që do të kujdesemi për të gjithë. Të rikthehemi pak në çështjen e opozitës. Pse nuk ka bashkëpunim të partive opozitare në Maqedoni, sipas pikpamjes suaj? Është vështirë jo të vlerësohet, po të gjehet ajo pse është ashtu. Cilat janë parti opozitare kene që s'ka bashkëpunim? Është një, vetëm PDSH-ja është. Është edhe Lëvizja Besa? Kush? Lëvizja Besa? Jo, partitë opozitare i cakton populli me votën e vet, nuk është ajo, as uniteti nuk është. Jashtë parlamentare... Tash më herë. Nëse- Po lexuesi e ka bëu pyetjen gabim. Jo, kjo ishte pyetje redaksisë sonë. Po, Më në qartë, rregull. pse nuk ka bashkëpunim të partive jashtë Jashtë parlamentare? parlamentare, ashtu, dakor. Po mundet edhe PDSH-ja, është opozitar. Jo, ajo është, ne nuk jemi opozitare për shkak se ne nuk, që tash me votimet, popullata do të cakton ajo që do të ketë deputet në parlament, do të ndahen në opozitë dhe pozitë, këta qërën ngelen jashtë. Ne jemi jashtë parlamentare dhe pse kemi një deputet, Zulfia Dilin. Pse nuk, kështu. Ku e shifni ju problemi? Nuk kemi problem, neve uniteti konkretisht ju paraqit edhe Besës, edhe LR-PDSH-s, edhe RDK-s, edhe kërkon që të organizohemi. Me LR-PDSH-n u morëm me njerë, u kuptohem, i qumë programin ton, i dha mundësi të shohin, edhe Besës po ashtu ja qumë programin ton, isha unë konkretisht me 2 bashkëpunëtar të mike Besa, edhe ato ishin 3-4 veta aty, u duk se në isim mirë. Po, me gjitha zë? Vazhdojmë të shkon grupi komisionja, nuk i thomi, po nën kryetari i partisë me sekretarit, vazhdojmë të bashkëpunojnë, të sqarojnë punët, të vinë deri te një programi i përbashkët, te një platforma politike, edhe në një moment ky bashkëpunim u ndërpre. Kështu që unë nuk mund të them as ju as atë shikuesve dhe dëgjuesve se pse Besa e ndërpreu bashkëpunimin. Nuk i dha sqarim? Jo. Do të kishim dashur të kemi sqarim. Ne në ratë parë do të kishim dashur që të ishim së bashku. Mirë, por nuk u bëm së bashku. Ne u mblodhëm e shpallëm koalicion e përbashkët, aleancën për shqiptarët, me LR-PDSH-n edhe RDK-n, para shtypit, e bëm programin e përbashkët, edhe jemi, jeni në koalicion. Mbrojmë këtë zgjedhje. Kemi një pyetje nga një lexues i cili thotë kur dolet ju nga BDI-ja kanë qenë të mendimit të dalin edhe komandat mësuesi dhe Azbilika.
Keni pas ndonjë komunikim mes vetë? Nuk kam pas. Unë jam pa edhe me njënin dhe me tjetrin, kështu si shok jemi pa, nuk kemi bisedu për çështje politike, nuk kanë thënë asgjë. Kështu që edhe unë se ne komentoj. A ndjeni të tradhtuar? Prej kujt? Me gjas prej BDI-s apo? Jo, unë jam largu pse të jemi tradhtu. Vazhdojmë me pyetjet për opozitën. Çfarë na bëni një dallim kryesor mes juve dhe partive tjera shqiptare? Pse t'ju votojnë juve, jo parti tjera shqiptare? Për shembull, gjithë kërkojmë barazit shqiptarëve, BDI-a, BESA, e kështu me radhë. Po, në rregull është, BDI-a e ka kërku, po se ka realizu. PDSH-ja e ka kërku, po se ka realizu, plus asaj ka deklarata që thotë se deri në vdekje është besnik i dikuj, organeve të pushtetit. Këto tre partit që jemi ne, ja jemi tu e vepru, duhet të vije koha për të thënë a jemi besnik për realizimin e punëve apo vetëm flasim. Do me thënë ju mja leni kohës të dëshmoni. Pa tjetër, në radhë parë na duhet mbështetja e qytetarëve. Pa mendoni se vetëm këto fjalë do mjaftojnë te elektorati që ta bindni atë se jemi më të mirë se tjerët? Për shembull. Jo, ne kemi program konkret dhe nuk është me kaloman, jemi përcaktuar për sende të cilat mund të bëhen, edhe këtu në programin ton ka një pjesë pikash për të cilat janë të interesuar edhe organizatat maqedone. Për shembull, kryetari i shtetit të zgjidhet në parlament. Për shkak se BDI-ja është pajtu që prej 450.000 votave ta zbresin censusin në 370.000, edhe kryetari i shtetit mos ketë nevojë për shqiptarët. Prandaj edhe nuk i pyet shqiptarët. Nuk i interesojnë fare se njëna parti është në gjendje ta zgjedhën vetë kryetarin. Neve planifikojmë të kërkojmë sigurisht të zhbëhet sekretariati për marrëveshjen e Ohrit. Po? Edhe përgjegjësinë ta ketë në bazë të kushtetutës ministri, drejtori ose udhëheqësi çfarë do organi qoftë për pjesëmarrjen e drejtë të shqiptarëve në to. Për shembull, ministri i ekonomisë, ai duhet të siguron 25% shqiptar në ministrinë e vet. Po në ministrinë e vet, po deri në komunë. Ai ka bërë decentralizim, keni organe juve edhe në nivel komunal. Kështu që atëherë ka kusht të përgjigjet për këtë punë. Ministrin mund ta merr mund të diskutohet në qeveri, mund të diskutohet në parlament, mund të kërkohet të ndrohet ministri për shkak se nuk e zbaton kushtetutën. Mund ta kontrollojë dhe të kërkon masa të nevojshme avokati i popullit, kurse në këtë rast është krijuar një sekretariat me vendim të qeverisë edhe nga kompetencat, nga kushtetuta kalojnë në këtë vendimin e qeverisë dhe thonë po të çka dusha, që se llokaj dush. Në realitet nuk po zbatohet. Prej 2002-shit jemi 2016, a nuk duhet deri tani të ketë 25% shqiptar? Prap do të ishin pak, për shkak se ne jemi 25% në sajt të regjistrimit të vitit 2002. Po nuk pat regjistrim, edhe ju e Po edhe ndeshi për këtë pjesë. duhet të ketë përgjegjësi. Po prandaj, Po edhe do për të këtë thonë duhet- mundet edhe juve t'ju kërkojmë përgjegjësi, sepse ju Jo, pse thoni që regjistrimi bëhet në 10 vjet. Prej 2002-shit deri 2012, unë s'kam asnjë farë përgjegjësie. 2002-shin është bërë regjistrimi. Po, mirë, po pastaj nisi edhe u ndalua, u Po ndërpre. nuk isha unë atë, ishte Ali Ahmeti. Megjithatë, Po ajo është puna. po ju qëndronit pas kësaj partie. Kjo është pyetja. Ajo që qëndroni ka një metodë të centralizmit demokratik. Në kryesi edhe organet e partisë votohet me gishta. Ju edhe kur nuk votonin, nëse shumica ka vetu, ju e mbështetni, s'keni çka bëni. Se deja jemi qartë. Po, Nuk mund ta përjashtoni ju dhe kryesinë ose kuvendin e partisë. Asi, ju thatë më herët, bashkë një bisedë me Portalbin, tha që do ta demokratizojmë, do ta bëj demokratizimin e proceseve në Maqedoni, do me thonë të sjellni demokratizëm në parti. Pikërisht ishte ajo që thatë që vetëm një moment kisha edhe citimin. Me thonë,
do të bëni demokratizim të partisë? Si do ta bëni këtë? Po unë e kam bë. Për shembull, ne jemi ndër partitë e para që brenda 2-3 muajve kemi mbajtur dhe u formuam dhe mbajtëm kongres. Ka partitë të cilat punojnë me kuvende. Më thënë keni kriju Kemi kriju kongresin, i kemi formu degët, kandidatët që ne për shembull i propozoi dega për kandidat për deputet. Nëse dega nuk merr pjesë, edhe nën dega në këto propozime, ajo nuk kupton demokratizimin në parti. Informimi nga poshtë lart edhe nga lart poshtë. Edhe vendimet, propozimet të vinë nga lart, nga poshtë lart, edhe që të vendoset përsëri në kuvend ku prapë bëjnë pjesë njerëz të deleguar të degëve, po që i ka zgjedh kongresi. Unë nuk mund të ndroj kuvendare si kryetar. Nëse shfaq. A ka ndodhur kjo në BDI brenda? BDI-ja kur e bëni kongresin e parë ishte më vonë. Pastaj e bëni kongresin e dytë, edhe më në fund bëni edhe një kongres tematik në të cilin mund të fliste kush çka i kujtoheshte. Nuk është në një mënyrë. Megjithatë flas për urdhër të liderit ose pa ndonjë person i cili ka ndonjë pozitë lart në parti të ndodh ndonjë ndryshim. Nëse e ka thënë ashtu edhe ashtu është edhe. Duhet të sqarohet. Siç e tha se s'ka demokraci brenda, këtë mund ta kuptojmë si të tillë. Kryetari i partisë të unitetit, po është i ngjashëm edhe i BDI-së, i përgjigjet kongresit. Kryetari për shembull i unitetit, nëse diçka është në kundërshtim me statutin, mundet të anuloj vendimet, po pastaj duhet të thret kongres, edhe të jep raport kongresit pse. Nëse e miraton është në rregull, nëse se miraton, kongresi mund të merr masa kundër kryetarit, pse e ka bërë këtë punë. Te kjo pyetje desha të dal, a ka ndodhur BDI-ja se ju thatë se nuk është demokratike? Tash pak më puna demokracia e brendshme është diçka tjetër, është kjo. Të shkojnë propozimet prej poshtë lart, prej lart poshtë. Derisa isha unë sekretar, kjo shkonte kështu. Pas asaj nuk e di. A keni ende kontakt me zotrin Ahmeti? A kam? Kontakt. Po, zotit Ahmeti fatkeqësisht i vdiq nana, unë shkova edhe si u pritët? Të takohem, jashtëzakonisht mirë, ajo është çështje private. Duhet në një mënyrë ne ka pak të afrohemi ngadalë marrëdhënieve të nivelit evropian. Nëse ne dy vetë bisedojmë, nuk do të thotë se t'ja imponojmë qëndrimet njëri tjetrit. Po ajo përsëri nuk do të thotë se nëse se pranon qëndrimin tem të idhnohem unë mos flas me ato se ta kem armik. Ne duhet ka pak ta zbresim, ta bëjmë në nivel demokratik edhe atë. Nuk mundemi dy vllazër mund të jenë në dy parti, pa ato duhet të jetojnë bashkë. Kanë ide të ndryshme, kur është për organizimin, për ndërtimin e ku diun për çka, por janë vëllazër, kur jetojnë familje, ato duhet vazhdojnë të jetojnë. Unë nuk them se ne jemi vëllazër, ne jemi shok të afërt prej në luftën e Kosovës, pastaj luftën në Maqedoni, po ajo nuk do të thotë se mendojmë njësoj tash. Kur ja shpallët dorëheqjen, cili ishte reagimi? E keni ndigjuar ju, ka dhënë vetë deklarat Ali Ahmeti, ka thënë që i ka rënë shumë keq, e ndjen shumë rënd. Edhe mu normalisht se kur t'jeni me do shokë aq gjatë bashkë, jo vetëm me Aliun, po edhe tjerët të BDI-s. Normalisht nuk është thjesht largohesh pe aty, është si një familje, mirë po ajo që unë e ndjej si përgjegjësi temen është që të kem idenë time të pavarur edhe të mund të kontribuoj edhe për çështjen kombëtare edhe më tutje. Unë isha duke shkruar, kam botuar 4-5 libra, edhe 2 kam gati, 1 jem tu e punu, i lash të gjitha që të ndihmojnë në këtë drejtim. Edhe fakt që unë kam hyrë këtu për këtë qëllim është se unë nuk jam kandidat për deputet. Po, e kishim edhe si pyetje megjithatë ju përgjigjet vetë. Disa herë, disa lexues thonë që shkaqet kryesore që ju tërhoqet nga BDI. Mendoj se ju vetëm. Po unë e thash, edhe ato vetë lexuesit, këto shiqëuesit, atë ditë kur është diskutuar në kryesi për ndrimin e sistemës të Republikës të Maqedonisë,
nga ajo që aty e ka malin atë sharit, atë kujdo qoftë, edhe ka një fushë si ekologut, edhe prezanton... Kush e dha këtë ide, Ashtu, seriozisht? U propozu nga vetë kryetari që stema të ndrohet edhe të bëhet Luani të përfaqëson stemën e Republikës të Maqedonisë, nuk u pajtum do të ishte... Nga mendoni se erdhë ky propozim? Ishte ndonjë marrëveshje me VMRO? Pa, aty është problemi im se unë nuk dua të mendoj, nuk du të në mënyrë hipotetike, unë ta marr me mend se ku, si. Po ju megjithatë e njihni. Po e njoh se që e propozoi njeriu, po ku e ka marr, kush i ka thënë, pse i ka thënë, çka ka qenë puna, unë nuk mundem atë ta reprodukoj për shkak se s'kam qenë aty. Edhe nuk e di çka ka ndodhur. Unë e di që në kryesi u propozu. Edhe u insistu që të bëhet. Ne po të ishim pajtu që ashtu sikur ishte ajo punë, nesrit do kishte parlamenti, sigurisht këtë mund të them ledhje, për shkak se të lemrëshin Gruevskin se është gati, e thërti parlamentin përmjet po ashtu të VMRO-s, edhe do të votoheshte kjo stem të cilën shqiptarët zortë se mundshin pastaj ta ndryshojnë ose ta hekin prej funksionit. Ajo stem si luan nuk na përfaqëson neve. Stema është një paraqitje figurative asaj çka ka brenda. Çka ka, po. Çfarë mendoni për të burgosurit pa drejtësisht sipas një lexuesi të UÇK-s, si dhe për të vrarit në lagjen e trimave në Kumanov? Për të burgosurit pa drejtësisht, unë nuk mund të them cilët janë ato, po normalisht nëse ka, ndoshta edhe ka, po unë nuk mund të them sigurisht se ka ose sigurisht që nuk ka. Normalisht që duhet të shefen tash, të vazhdohet me këta përgjime, të vazhdohet me punët, të shefen pa i ndryshu gjykatat, prokurorit, pa i pastru nga mitot, nga njerëzit që jenë mitmarrës edhe ato të korruptorit. A duhet gjykat speciale? Derisa ka prokurori speciale, duhet të ketë edhe gjykat ose departament, ose një zyrë, ose si do të quajnë, s'është me rëndësi, po e cila do të vepronte në bazë të kërkesave të gjykatës speciale. Pra se të gjithë jemi dëshmitarë se nuk po hec puna. Gjykatat, po. Ashtu edhe normalisht fitohet përshtypja se po hupet kohë me qëllim që të mos i të mbrehet në fund edhe mos i vazhdohet afati gjykatës speciale, kështu që njerëzit që bajnë përgjegjësi për gjithë këta krime që janë bërë këtu, do të ngelin të padënuar. A mendoni se do të ketë skenare të tilla që mos vazhdoj të zgjatet mandati i prokurorisë speciale? Po, unë mendoj se patjetër duhet të zgjatet. Po gjithë deri diku përpos VMRO-s gjithë partitë shqiptare janë pro. Po jo vetëm edhe socialdemokratët edhe të tjerët janë pro, kështu që nëse vinë në pushtet këto forca, atëherë sigurisht do të zgjatet. Edhe aty është lufta e VMRO-s që të mos e hub pushtetin që të mundet ta flakën jashtë. Po nëse ndodh kjo, atëherë cili zotëri Zaevi tha që do të ketë trazira, protesta, diçka shumë të madhe. A do t'i bashkangjiten shqiptarët dhe a duhet t'i bashkangjiten shqiptarët? Ajo është një skenar i zi, i cili është i rrezikshëm. Po unë mendoj se atëherë a duhet t'i bashkangjiten edhe shqiptarët protestave? Shqiptarët duhet ta mbështesin prokurorin speciale, jo Zaevin. Në rregull? Po. Të rikthemi te çështja e Kumanovës. Si u duk juve, sepse ju realisht jeni general, keni shumë përvojë në këtë sferë. Si e pat ju rastin e lagjes së trimave? Vendi ku ndodhi kjo, aty ku janë fut këta njerëz, është i papërshtatshëm as për të sulmuar, as për të mbrojtur. Edhe po tregon se aty është punu me një amatorizëm të jashtëzakonshëm. Nga pala e... Po, nga pala njerëzve që kanë hyrë aty. Ose i ka fut dikush, ose çka kanë bërë. Po. Pa njoft disa. Edhe mendonit se ata vërtet e kanë menduar këtë? Jo, unë mendoj se aty ka pas njerëz që e kanë ditë se po ta kenë atë qëllim që ndodhi, e dinë se nuk bën ai vend për atë punë. Mendonin se është i skenim nga shërbimet? Jo, nuk mendoj, unë nuk e shfrytëzoj trunin të mendoj se çka ka ndodhur, kur s'kam informacione. Nëse ju më jepni ndonjë të dhëna, jo, flas kështu, njësoj si ju si më pyetni mua. Nuk s'ka mundësi unë të krijoj siç e krijon Gruevski kombin antik Maqedonas.
ka qenë kështu, ka qenë ashtu, ndrojti krejt historiat. E gjithë bota i thonë se leka i math është me pedigre, ka të kaluarën e vetë. Edhe unë nuk mundem tash të kryoj diçka për t'ja bo qefin vetës, ose t'i bëj dam dikuj, ose t'ja ndrejqi dikuj. Tash duhet të shkonë prokuroria speciale, mendoj se do të ketë kontributin e vetë dhe do të lejohet për shkak se edhe aty ka përgjime. A gjithë shka përgjime është e lidhur me Po, këtë. me punën dhe do të zbardhet. Po, edhe aty duhet punë gjykate është, punë prokurorie është. Që do të zbardh të rast. dalin, Heti, të zbardhen hetimet. punët, atëre të gjithë ne do të dim çka ka ndodhur. Shkurt, si mendoni se duhet të zgjidhet çështja e emrit të Maqedonisë? Po, unë mendoj se gjithsesi duhet të zgjidhet çështja e emrit është të pengesë për Maqedonisë, por integrim. edhe pse BDI-ja më para edhe tash thotë se vetëm mos jetë slavo Maqedon ose ku diun çka, mos e ketë prefiksin çka ka aty slav, unë mendoj personalisht, Po. jo BDI, jo uniteti. Shqiptarët nuk duhet të pajtohen me përcaktimin territorial që kërkon Greqia, si Severna Makedonia ose Maqedonia Veriore, por duhet të ketë emën tjetër i cili nuk përfshin territore, po përfshin organizimin e pushtetit. Po. Nëse maqedonasit pajtohen për Severna Makedonia, në kuptimin antik, duhet të theksoj dy herë këtë, do me thënë nëse maqedonasit edhe grekët thonë se kjo është pjesa veriore e Maqedonisë, atëherë ata rejnë. Për shkak se kjo nuk është pjesa veriore e tëra e Maqedonisë, por këtu ka pjesë edhe të ilirëve, pjesë konkrete të shqiptarëve. Kërkoni një emër më të përbashkët. Jo, unë kërkoj një emër që të mos i përfshijë trojet shqiptare, si trojet vjetra antike, në të cilat pastaj ftiu jugor do të ketë të drejtë të thotë që kjo është Maqedonia dhe është e imja. E kush duhet ta bëj këtë? Unë mendoj se politikanët e vjetër Maqedonas, prej 22, 3, 4, 5, kam pas një mendim të mirë, bile edhe e botonin gazetën Nova Makedonia, si Nova Gvinea, Nova Kuedion, ka kështu shete, sa të duash që jenë të reja, edhe Maqedonia duhet të ketë një emër të ri, ma i përshtatshëm, po pro-evropian, do të ishte mirë Maqedonia e re ose Nova Makedonia. Po, kush duhet ta bëj këtë? Realisht duhet njëherë të themi të inicohet ndryshimi i emrit që të vim deri te pranimi i ndonjë lloj të emrit. Prandaj ju pyet strategji, a duhet të kyçen shqiptarët apo presidenti? Deri tash për shembull shqiptarët kanë bajtur qëndrimin se mundet Severna Makedonia ose Maqedonia Veriore. Unë mendoj se nuk mundet. Ajo do të jetë Nova Makedonia ose një emër tjetër që do ta zgjidhnin këto, po jo ti përcakton territoret. Di bravo, edhe ku diun. Në rregull këtë po përsëriteni. Janë territore që s'kan qenë në Maqedoninë antike. A duhet të ketë shqiptar në ekipin negociator për emrin? Po duhet të ketë. Për ta shfaq këtë që ne do të insistojmë të ketë. Ju do të insistoni. Po patjetër. Emri është çështje shumë e rëndësishme. Vazhdojmë edhe me disa pyetje, po ju lutem shkurt sepse edhe juve do të shkoni në tubim. A mendoni se janë plotësuar kushtet për zgjedhje të drejta dhe demokratike? Ja, nuk janë plotësuar. Po si shkoni atëherë në zgjedhje? Po s'kemi çka bëjmë, duhet me i lanë vetë atëherë. Atëherë është edhe më keq, do ketësohen edhe më shumë. A mendoni se mos balanci i njësive zgjedhore mund të përdoret si një shkak që Jo, pa jep. Për ta anuluar zgjedhjet? Po. Nëse do ndikush mund e përdor. Edhe atë çfarë? Ankesë ke gjykata kushtetuese, po nuk do ta voton se edhe gjykata kushtetuese është pjesë e kësaj qeverie. Edhe bie vendime sipas dëshirës. Po, ma nëse humb VMRO-ja dhe thot, jo, tash, ne nuk kishim balans të njësive. Atë do të përsëriten zgjedhjet. Unë jam për atë që të funksionon shteti ligjor, të respektohet kushtetuta. Një pyetje në lidhje me projektin Shkupi 2014, a mendoni se duhet të dislokohen apo të prishen disa përmendore të këtij projekti? Nuk kam menduar, të them drejt, kredo kjo që është bë,
Unë kur kam folë për këtë punë, kam thënë se qeveria ka pa mbrapsht. Nuk është marrë me të ardhmen, po është marrë me të kaluarën fiktive, të cilën e ka kriju në ëndrrën e vetë për të tregu prej ardhje. Në kushte kur Evropa po bashkohet në Bashkimin Evropian, në kushte kur një Gjermani e madhe dhe e fuqishme pranon të jetë pakicë relative brenda qytetarëve të Evropës, ne këto po tregojmë diçka që s'tregojmë asend. Prandaj mendoj se gjithë këto investime që jenë të kota, edhe do t'ishin dashur që të drejtohen për të dhënë kredi e për të kriju kushte materiale për punësimin e numrit sa më të jeni madh. që ata të qëndrojnë në qendër apo të çohen nëpër qytete tjera? Një farë zgjidhje. Apo thjesht do t'i linit aty? Do t'ishte kjo pika e fundit, të kishim mundësi t'i shesim, i kishim shit, t'i kthejmë paret. Për ndryshe me prishje nuk kthejmë kur gjë, por do të kisha thënë këtë se në qoftë se do t'ishte ai sheshi tabull shahu, edhe luajshim shah, po t'ishte tash të kishte mbaruar loja, duhet figurat të kthejnë pra që ku kanë ardhur. Edhe do të ngjelte sheshi bosh. Në rregull, atëherë besoj që kemi kaluar edhe një orëshin. Ju falenderit shumë, zotëri Ostreni, për që ishim mysafir në këtë emision. Edhe unë ju falenderoj që më respektuat, ju falenderoj edhe shikuesit që janë online. Ashtu që janë aty, edhe që patën durim të na përcjellin. Shikues të nderuar, ju falenderit për vëmendjen tuaj. Na bashkangjiteni të dielën me programe një online apo live që do t'i kemi në fanpage-in tonë në Facebook. Ju falenderit.